Në ambientet e rektoratit të Universitetit Luigjë Gorakuqi në Shkodër u zhvillua mbledhja rallës e Senatit Akademik. Në fjalën e tij për mediat, rektori Tonin Gjuraj theksoi se në qendër të punës së stafit akademik dhe administrativ është rekrutimi i maturantëve, duke e cilësuar atë si kryefjalën e të gjithë angazhimit të Universitetit të Shkodrës Luigjë Gorakuqi për këtë periudhë. Për ne si universitet, që nga ky moment deri në fillim të vitit akademik 2026-2027, kryefjala janë rekrutimet e studentëve të rinj. Pasi kemi realizuar panajirin Work and Study, kemi vijuar me ditën e dyerve të hapura pranë universitetit, kanë nisur turet në gjimnaze, në Ulqin, kemi vijuar me disa gjimnaze të tjera për rreth Shkodrës. Do vijojmë jo vetëm në qarkun e Shkodrës, por në gjithë veriun dhe verilindjen e vendit, nga java tjetër deri nga fundi majit, kur maturantët pastaj do t'i nënshtrohen provimet të maturës shtetërore. Ftoj të gjithë departamentet, të gjithë fakultetet, drejtuesit, stafin që të intensifikojnë kontaktet me gjimnazet, me maturantët, kudo që kanë rrjedhimin e vet, që kanë kontakte, pra për të paraqitur ofertën akademike të Universitetit të Shkodrës Luigjë Gorakuqi, kryesisht të programeve bachelor, sepse siç e thash, ne na pret një vit me një ofertë më të zgjeruar akademike, por ne do të jemi pranë maturantëve, pranë drejtuesve të gjimnazeve, që të jemi më të qartë në shpjegimin me detaje të kësaj oferte. Ajo që do jetë re për vitin akademik 2026-2027 është një program që besoj do jemi të suksesshëm deri në licencimin nga Ministria e Arsimit i program bachelor në gjuhën angleze të administrim biznesit. Në vijim të mbledhjes së Senatit, ai theksoi përpjekjet për përmirësimin e infrastrukturës universitare, duke u ndalur tek rikonstruksioni i godinës së rektoratit dhe duke ripërsëritur rëndësinë strategjike të kampusit universitar. Një vlerësim i veçantë ju kushtua punës së Bashkisë Shkodër për lirimin e mjedisit përreth godinës së rektoratit, me bindjen se ky aksion do të vijojë edhe në hapësirat përreth godinave të fakulteteve. Duke përsëritur edhe herë falënderimet për Bashkinë e Shkodrës për pastrimin apo për lirimin e mjediseve publike përreth rektoratit apo godinave të tjera, i kërkoj Bashkisë që të vijojë këtë aksion për të pastruar, për të liruar mjediset publike për qark përreth godinave të tjera të këtij universiteti, pra tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore, tek Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Fakulteti i Drejtësisë, Fakulteti Ekonomik, tek zona ku është vendosur biblioteka dhe konviktet studentore, pa diskutim edhe tek Fakulteti i Shkencave të Edukimit, pra mëtej. Pra ne ende kemi nevojë që kemi më shumë hapësira përreth godinave, sepse ato janë hapësira, siç kemi thënë, të studentëve, janë hapësira të pedagogëve, të administratës dhe nuk mund të përdoren për qëllime të tjera.